Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Kuvendi sot u përfshi nga një debat lidhur me projekt ligjin për barazinë gjinore. Opozita tha se kjo nismë dëmton thelbin e familjes, por majoranca sqaroi se ka vetëm burr dhe grua dhe se përkatësia e shumë fisht nuk kupton statuset sociale. Zoti Kliçi, urdhër. Këtu kanë sjell një ligj të quajtur në thojza për barazinë gjinore, i cili bazohet në përmbysjen e rendit gjinor, binar e familjes dhe vlerave të saj. Kjo barazi sot zhduket, sot merr goditjen me fatale. Një gazetar më tha se ambasadori Gonzato ka kërkuar votimin e ligjit. I kërkoj të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Edhe ai që ka mbrojtur ligjin, edhe ai ka patur historinë e tij familjare. Ka bërë ndryshimin, ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. E dënoi ashpër sulmin kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Zoti kryetari i Kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit të Etikës së Kuvendit të Shqipërisë, që deputetin fjalë të japi shpjegime, por dhe Kuvendi të ndali një herë për gjithmonë sulmet. Zotria sapo gënjeu publikisht. Motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendit. Në ligj sanksionohet qartë si gjini, në Republikën e Shqipërisë ka vetëm burra dhe ka vetëm gra. Kjo është rregulluar edhe me amendamentin e propozuar prej meje dhe 2 kolegëve të tjerë. Edhe për këtë amendament që gjoja u kundërshtoka, ky që del sot kundër këtu është kundër barazisë gjinore në Republikën e Shqipërisë. Do të kemi tani një komunikim të drejt për drejt me gazetaren Klesiana Omeri, e cila ka ndjekur nga afër punimet në Kuvendin e Shqipërisë sot. Klesiana, pse u ndërpres seanca dhe çfarë çështjesh të tjera ka në rendin e ditës? Seanca u ndërprer pikërisht për shkak të këtyre debateve për ligjin për barazinë gjinore, të cilin ndryshimet të cilave në fakt Partia Demokratike i kundërshton me argumentin se po cënohet familja dhe po ashtu po lihet hapësirë për gjini të tjera përveç 2 gjinive burr dhe grua. Partia Socialiste i ka mohuar këto akuza duke thënë se është çështje interpretimi dhe në fakt në këtë ligj ka vetëm 2 gjini dhe se nga amendamentet e tjera janë tërhequr sa i përket përfaqësuesve të majorancës. Të gjitha këto debate që mbizotëruan pjesën e parë quan në ndërprerjen e seancës dhe në fakt Partia Socialiste paralajmëroi se do të bënte një kërkesë edhe në sekretariatin e etikës kundrejt të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për të dhënë llogari për sa i përket të gjithë fyerjeve të pretenduara nga ana e socialistëve. Kanë qenë këto disa prej diskutimeve që kanë mbizotëruar, por tashmë i është rikthyer normaliteti i seancës me raportimet e institucioneve të pavarura. Në fakt tashmë ka nisur kreu i kontrollit të lartë të shtetit për të bërë raportimin, më pas do të vijohet edhe me disa institucione të tjera dhe sërish pritet që të rikthehet debati për barazinë gjinore, duke qenë se është në rendin e ditës për të diskutuar menjëherë pasi të përfundoj edhe raportimi i institucioneve të pavarura. Po ashtu gjatë kësaj seance u miratuan edhe afatet për të diskutuar projekt buxhetin e vitit 2026, një prej akteve më të rëndësishme që miraton Kuvendi i Shqipërisë. Në parim do të diskutohet në 2 seanca maraton që do të jenë në datat 19 dhe 20 nëntor, ndërsa nen për nen do të shqyrtohet në datën 11 dhjetor, kur do të jetë po ashtu një seancë maraton, po ndër të tjera në këtë seancë Kuvendi i Shqipërisë ka vendosur që të ketë një diskutim edhe për sa i përket raportit të OSBE Odirit për zgjedhjet e 11 majit. E qartë, Klesiana, të falenderoj për gjitha këto detaje. Kryeministri Edi Rama i ka bërë sot jehon një tjetër risie që sjell projekt buxheti i vitit 2026. Ai tha për herë të parë se nga 1 janari do të nisë të aplikohet edhe indeksimi i rritjes së çmimeve tek pagat e administratës publike. Ka një tjetër lajm shumë të mirë në projekt buxhetin 2026, i cili është fillimi i praktikës së indeksimit vjetor edhe për pagat e punonjësve të sektorit publik,
qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor, të cilat do të korrektohen çdo vit në bazë të inflacionit. Kjo është një politikë e re pagash që e kombinuar me rritjen e përgjithshme si rezultat i rritjes pagës minimale për të gjithë, i shton gati 100 milion euro qysh në vitin e parë 2026, shumës që mandati i katërt do të vërë në dispozicion të rritjes së fuqisë blerëse të gjitha kategorive shoqërore. 10.600 punonjës shërbimi do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lek të reja në muaj. Për specialistët e administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lek të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lek të reja më shumë në muaj. Për herë të parë në sektorin e shëndetësisë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, që do të thotë si mesatare për mjekët e përgjithshëm nga 131.700 lek në 143.500 lek të reja në muaj, për mjekët në spitale nga 174.000 lek në 186.000 lek të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lek në 92.500 lek në muaj. Po ashtu, edhe për punonjësit e policisë së shtetit, përveç indeksimit do të ketë rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradat më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lek të reja në muaj. Fal një investimi prej 40 milion eurosh në stacionin Tirana 2 ka shtuar kapacitetet për një furnizim më të mirë me energji jo vetëm për kryeqytetin, por edhe për Durrësin dhe rajonin perëndimor. Ministra Belinda Balluku njoftoi gjithashtu se qeveria është në negociata me Italin për ndërtimin e një linje të transmetimit në New York. Një investim prej afro 40 milion euro ka shtuar kapacitetet transmetuese të nën stacionit elektrik Tirana 2. Zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, teksa inspektoi punimet e kryera, tha se fal këtij investimi garantohet përmirësimi i furnizimit me energji për një pjesë të mirë të Shqipërisë. Kemi pasur një mbështetje financiare nga KFV-ja prej 40 milion eurosh, por ndërkohë që gjitha kostot lokale, shpronësimet dhe gjithçka tjetër mbulohen nga vetë operatori transmetime për të ndërhyrë në këtë në stacion kaq të rëndësishëm, pra Tirana 2, i cili ofron energjinë jo vetëm për zonën e Durrësit, por për gjithë jugun perëndimor. Balluku bëri të ditur gjithashtu se qeveria shqiptare është në negociata edhe me qeverinë italiane për një ndërtim të një linje nënujore transmetimit të energjisë që do të lidhë dy vendet. Republika e Shqipërisë prej kohësh përmes operatorit transmetimit dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë është ulur në tryezën e negociatave me qeverinë italiane, me Ministrinë e Energjisë italiane, por edhe me operatorin e transmetimit italian, që quhet Terna, edhe me një partner të tretë, faktikisht janë Emiratet e Bashkuara, për të diskutuar për ndërtimin e linjës nënujore direkt që do të lidhë Shqipërinë me brigjet italiane. Ministrja theksoi se realizimi i këtij projekti mbetet një sfidë e vërtet për qeveritë të dyja vendeve, pasi kërkon një punë kolosale. Kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi shpreh rezerva për draftin e kodit të ri penal që është hedhur për diskutim. Ai thotë se dokumenti i hartuar është i mbingarkuar dhe përmban nene që lën hapësira për interpretime. Hartimi i kodit të ri penal ka bërë bashkë në një takim konsultues të organizuar nga Ministria e Drejtësisë krerët e të gjithë institucioneve kushtetuese që preken prej tij. Mes tyre prokurori përgjithshëm Olsian Çela, kreu i SPAK Altin Dumani, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi dhe vetë drejtuesi i grupit që është marrë me hartimin e draftit të kodit të ri, Arben Rakipi. Kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, gjatë fjalës së tij tha se institucioni që ai drejton ka evidentuar përmes një dokumenti me 50 faqe çështjet që kërkojnë reflektim dhe rishikim. Mes tyre është mos përputhja disa prej neneve me kodin civil, kodin e procedurës penale dhe ligjet e tjera. Vëret një përzgjedhje midis dispozitave materiale dhe atyre proceduriale. Disa nene që trajtojnë çështje të natyrës proceduriale, si ato për masa mjekësore dhe edukuese ndaj të miturve, për lirimin me kusht apo pezullimin e veprimtarisë së personave juridik, duhen rregulluar në kodin e procedurës penale, jo në kodin penal. Sadushi evidentoi dhe mbi kërkimin që kanë nenet e kodit të ri, që në disa raste sipas tij janë të formuluara jo mirë.
Projekti aktual me mbi 950 nene shpesh të mbingarkuara dhe të paqarta rrezikon të zhvendos theksin nga mbrojtja e lirive drejt forcimit të ndërhyrjes shtetërore. Vërehet se dispozita kyçe përmbajnë formulime të paqarta që krijojnë hapësirë për interpretime të ndryshme nga gjykatat. Mëtej ai kërkoi edhe një rishikim total të neneve që lidhen me lirinë e shprehjes dhe të drejtën për informim, duke përmendur nenet përkatëse të draftit. Rezerva për kodin e ri penal ka shprehur dhe kryeprokurori Olsian Sela, si dhe jurist dhe njohës të fushës së drejtësisë. Në Shtetet e Bashkuara, kriza buxhetore që ka hyrë në ditën e 37 po ndikon negativisht edhe në transportin ajror. Nga e premtja, numri fluturimeve në të gjithë vendin do të ulet me 10%, pasi një pjesë e kontrollorëve do të dërgohen në shtëpi sepse po punojnë pa u paguar, duke rrezikuar sigurinë në aeroporte. Bllokimi i një pjese të administratës amerikane nga kriza buxhetore që këtë të njëjtë hyri në ditën e 37, duke u bërë më e gjata deri më sot, po shton vështirësitë për qytetarët. Nga e premtja, Administrata Federale e Aviacionit do të ulë me 10% numrin e fluturimeve në 40 aeroportet më të ngarkuar të vendit, për shkak të mungesave serioze të stafit dhe lodhjes së kontrollorëve të trafikut ajror që po punojnë pa pagesë. Sekretari i Transportit, Sean Duffy, tha se reduktimet do të rriten gradualisht gjatë javës së ardhshme. Vonesat po përshkallëzohen çdo ditë. Vetëm në fundjavë u regjistruan mbi 5000 vonesa dhe qindra anulime në aeroportet e mëdhenj. Kreu i Federatës së Aviacionit, Brian Bedford, u shpreh se presioni mbi kontrollorët është bëri papërballueshëm. Shumë prej tyre detyrohen të bëjnë punë të dyta për të mbajtur familjet, gjë që rrezikon sigurinë në kullat e kontrollit. 1.4 milion punonjës të administratës punojnë pa u paguar ose kanë pezulluar punën. Republikanët dhe demokratët ende nuk kanë arritur të gjejnë gjuhën e përbashkët për shpenzimet publike, ndonse flasin për përparime në bisedimet për miratimin e buxhetit pjesëshëm. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmirupafshim.